Përshëndes kryesosën e këtij paneli apo këtij seancës, përshëndes juve të gjithë. Përgëzoj Bashkinë Islame për këtë konferencë, ndoshta është e para dhe shumë e qelluar, por shpresoj që mos jetë e fundit, të vazhdojnë studimet në këtë rend në lidhje me këtë institucion shumë të vlefshëm, i cili gjatë tërë historisë islame ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm edhe në jetën fetare shoqërore, por edhe në jetën edukative arsimore. Tema ime është vakfi në periudhën osmane, mandi nacionalizimi, uzurpimi i pronës së vakfit nga ana e Serbisë, komunizmit dhe vakfet të cilët posedon Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë. Ndonë se tema është e gjanë dhe këtë e kam paraqitur mbi 80 faqe ka, por për hir të kohës unë do t'i përmendi vetëm në mënyrë taksative dhe vetëm rezultatet, pa u lëshuar në detale për shkak se ndonjë kohë më të gjatë. Vakfi në periudhën osmane në trojet e Maqedonisë së Sotme, me ardhen osmanlive në trojet e Ballkanit, po unë po foli për Maqedoninë, në shesh janë paraqitur dy institucione shumë të rëndësishme. Ato të medreseve, institucioni edukativ arsimor, dhe i vakfit, gjë që para osmanlive nuk është njohur asnjëri as tjetri institucion. Mandej do të kalojmë pikën tjetër, se cilët janë vakaflancit më të njohur në perendurinë osmane në territorin e Maqedonisë së Sotme. Në bazë të vakafnameve edhe gjurmëve të cilët janë në Maqedoninë e Sotme, neve na paraqiten 11 vakaflënës më të njohur, nuk do të thosë se nuk ka pas tjerë, po me vakufname i kemi 11, edhe ato i pari, si që përmend edhe më herë, Sengur Beu në Manastir, Ishak Beu Shkup, Isa Beu Shkup, Kebir Muhammed Çelebi Shkup, Sinanuddin Yusuf Çelebi Ohër, Ishak Çelebi Manastir, Muslihuddin Abdulgani El Madeni Shkup, Hoxha Sinan Pasha Stamol Shkup, Muhammed Pasha Kaçanikliu, Mustafa Pasha Shkup dhe Yahya Pasha Shkup, që në numër janë 11. Këto 11 vakaflënës pas veti kanë lënë 11 xhami, 5 medrese, 6 zavije dhe 8, 11 hane, 64 shtëpi, mbi 491 shitore, 110 mullim, 12 parcela ndërtimore, 25 fshatra, 10 hamame, 10 komplekse, 11 çiftligje, 15 kopshe, 84 ara, mbi 15 dhoma, 3 biblioteka, 23 livade, 1 depo, mbi 8 furra dhe pasuri tjera të lëvizshme si kafsh, dinar dhe dirham. Përmendem se nuk janë vetëm këto, ka pas edhe tjera, të cilët kanë lënë vakfe, qofshin familjarë të tyre, ose të udhëheqësve të Perëndisë Osmane, ose individ, qofshin burra apo gra. Me tërheqjen e osmanlive nga Ballkani edhe nga Maqedonia, vakfi në Maqedoni pason dëme dhe shkatrime të shumta. Unë sa i përket periudhës sërbe edhe periudhës komuniste, në punimin tim i kam punu se cilën parcelë të cilën e ka marrë sistemi njëri apo tjetri, numrin e aktit të marrjes, datën dhe sasinë në metër katror. Për secilin qytet në vetë.
tërë qytetet e Maqedonisë merren në bazë të dokumenteve dhe akteve të cilët i kanë marrë qeveria serbe edhe komuniste, me numër, me datë edhe me metër katror. Por për hir të kohës se nuk mund t'i përmendim të gjitha, këto vetëm do të përmendi në disa qytete se nga sa parcela i kanë marrë sistemet e ndryshme. Për shembull në Shkup 174 parcela, Tetov 102 parcela, Gostivar 32, Manastir 148 parcela, Dibër 23, Resnje 68, Strug 18, Ohër 23 e kështu me radhë në për qytetet tjera. Prandaj vetëm numrat, asaj përket datës, numri aktit marrjes janë të shënuar në përmbajtjen e këtij punimi. Me ardhmën e demokracisë, kushtimisht në demokracisë në Maqedoni, Basia Islame ka menduam se tash më mirë do të marrim frym dhe diçka do të kthejmë prej pronës tonë. Kështu që menjëherë Basia Islame me shkresë zyrtare e protokolluar me numër 60 të datës 20 janar 1992 i drejtohet Komisionit Juridik pranë Parlamentit të Maqedonisë përmes së cilës kërkon rikthimin e pasurisë. Kjo kërkesë ju është dashje të presë derisa t'i kthehet Basisë Islame pozitiv apo negativ plot 5 vjet. Kështu që në vitin me 18 muaj 3 1997 i kthehet përgjigja Bashkisë Islame. Por përgjigja se në lidhje me këtë vendosim derisa Parlamenti i Maqedonisë të sjellë ligj për denacionalizim. Kështu që ligji për denacionalizim në Parlamentin e Maqedonisë votohet më 14 muaj 4 vitin 2000, i cili ligj nuk është në favor të Bashkisë Islame. Pjesën më të madhe të pasurisë përmes atij ligji nuk kemi mund ta kthejmë edhe nuk besoj se mos kemë ndonjë aneks ligj 3 lidhur me rikthimin. Prandaj në tabelën të cilën e kam paraqitur në bazë të kërkesave të Bashkisë Islame deri në vitin 2001, jo mas 2001. Nuk kam kyçe mas vitit 2001. Kërkesat e Bashkisë Islame për rikthimin e pasurisë së Bashkisë Islame janë këto. Objekte, shteti i Maqedonisë duhet t'i kthejë 19.135 metër katror. Tokë pjellore 3.800.000 më shumë, dikun afër 4 milion. Pyje afër 2 milion, 1.934.903 metër katror. Livade 825.000 metër katror, Lëndina 335.942 metër, tokë ndërtimore 22.123 metër katror, që gjithsej dalin mbi 7 milion metër katror. Kjo është sipas asaj çka Basia Islame ka parashtruar kërkesa deri në vitin 2001. Mandej mas vitit 2000 kemi parashtruar kërkesa të reja, por nuk e di numrin se sa është numri parcela. Vakfi aktual i Basisë Islame. Kur folim për vakfin e Basisë Islame në Maqedoni, pjesa dërmuese e cila i ka marrë Basisë Islame janë xhamit, do të thënë metër edhe varrezat. Ndërsa prova e cila është ka sjell përfitime ekonomike për interesin e muslimanëve edhe institucionet të Basisë Islame nuk ka ngel. Do të thënë shumica e xhami o borë dhe diçka e pa vlefshme, ndërsa ajo që i sjell përfitime ka humbur. Unë në këtë punim edhe këto përmes tabelave të ndryshme kam bërë disa mënyra. Në një tabel paraqes të gjithë komunat e Maqedonisë, qytetet, kuptohet se sa pron ka ajo muftini
përndryshe ajo komunë Vakuf në qytet e sa ka në përfshatër. Për shembull, sa përgjithësim jo më tepër, në qytet Manastiri ka 37 parcela me 18.348 metër katror, ndërsa në fshatra, në 16 fshatra ka 77 parcela me 216.000 metër katror. Mandej dero, prilep, të top, libër, të njësa që më rrënë të lezoj në Shkup. Shkupi në qytet ka 152 parcela me sipërfaqe për 63.341 metër katror, ndërsa në përfshatra, në 68 fshatra, ka 654 parcela me 3.115.000 metër katror. Dhe këto vazhdon edhe qytetet tjera. I fiskuar, edhe pak. Ndërsa tabela tjetër, e cila tregon për pasurinë që posedon Bashkia Islame për tash pak më me detale. Atje vetëm në total, apo për gjithsej, këto i kam ndarë se cila muftini apo qytet, sa pasuri ka, sa metra këtor në xhami, obore, varreza, shtëpi, tokë pjellore, ara, livade, kullosa, pill, kot, dyqane, jaze dhe pasuri tjera. Sa për ilustrim, për shembull Gostivari, para të më parasime, ka 11.106 metër katror, më thonë ka sipërfaqe xhamive. Obore 31.000 e diçka, varreza 550.753 metër, shtëpi 316, tokë jo pjellore 83.000 metër e diçka, ara 33.000 metër, livade 29.000, kullosa 22.000, pyll 427.000 e diçka, jaze edhe tjera. Edhe Shkupi 1, për shkak se Shkupi janë të ndarë në 3. Shkupi fshatra 1, fshatra dhe qyteti në 3. Këto e kam vetëm sa përlistrim, Shkupi 1 dhe më thonë një pjesë e fshatrave. Xhami kanë 9.681 metër katror, obore 35.000, varreza afër 500.000 metër katror, shtëpi 50.000, jo pjellore 58.000, ara 656.000 e diçka, ato shpilezoj, livade 144.000, kullosa 452.000, pyll 1.256.000, kopshte dhe të tjerat, që gjithsej në total bojnë Shkupi fshatra, një pjesë qimësat fshatra, 3.167.000 edhe minum pak në kuasë. Prandaj, në total, Bashkia Islame për momentin, e ka pasuri, ka se më shumicë janë tokë, ka nuk është profitabile, ka 12.464.968 metër katror. Këto janë vetëm për pronë aktuale, ndërsa pronët të cilën e kanë uzurpuar e kanë marrë, e përmenëm, po ashtu ka dhe tabelat të cilët tregojnë numri xhamive, cila ka qenë në kohën e Evlia Çelebijës, në fund të Turqisë, në kohën e periudhës sërbe, në kohën e periudhës osmane, dhe sot sa i ka sa xhami. Gjithashtu edhe sa i përket medreseve, sa kanë qenë kohën perandës osmane, periudhën sërbe, komuniste dhe tas sajtimi dhe gjithsejnë dhe çka i posedon Bashkia Islame në mënyrë të detajuar, por me tabela e jo veshme. Prandaj, e që koha edhe për udhëheca jep shenjë se u kri, ju falenderoj për ashtu kanë dëgjuar. Inshallah shpresojmë që një pjesë të Vakufit na i kthejnë shteti i Maqedonisë dhe ky hap i cili ja nis, inshallah vazhdon i bereqetshëm, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni. Faleminderit.